Rezultant se lëvizja vetëvendosje ka 244 vota, pra minus 1 vot. Në një listë tjetër, ku është publiku pas rinumërimit të votave në qendrën e votimit 271002, shihet që lëvizja vetëvendosje ka dalë me minus 1 vot në listë. Alianca për Armërinë e Kosovës, ku në platform ka 7 vota, ndërsa në listë ka 8 vota. Janë se Partia Demokratike ka 79 vota, pra ka dalë me minus 1 vot. Kanë kaluar mbi 1 muaj që kur u mbajtën zgjedhjet në Kosovë. Ani pse kanë kaluar mbi 30 ditë që nga zgjedhjet, ende nuk është publikuar rezultati final i tyre. Para disa dite kishte përfunduar numërimi të gjitha votave, mirë po pas disa dyshimeve se ka pas manipulime me vota në komunën e Vushtrisë, ka filluar rinumërimi i tyre. E krejt ky rinumërim i votave është duke bërë për shkak të dyshimeve se ka pasur manipulime me vota. Më konkretisht, kandidatja për deputete nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Rezarta Krasniqi, është ankuar se ka pasur manipulime me vota nga ish-kryetari i Vushtrisë, Xhafer Tahiri, i cili njëkohësisht është edhe kandidat për deputet nga partia e njëjtë. Sipas platformës të KQZ-s, ku përdicimet e fundit janë me datën 3 të muajit mars, shihet se lëvizja vetëvendosje ka 245 vota, ndërsa sipas listës që është publiku nga rinumërimi i votave, rezultant se lëvizja vetëvendosje ka 244 vota, pra minus 1 vot. Kjo është lista e subjekteve politikeve pas rinumërimit të votave në komunën e Vushtrisë në qendrën 270401. Sipas listës, del që Partia Demokratike e Kosovës ka 78 vota, ndërsa sipas platformës, ku përdicimet e fundit janë bërë me datën 3 të këtij muajit, janë se Partia Demokratike ka 79 vota, pra ka dalë me minus 1 vot, ndërsa edhe një ndryshim në vot, ku është Alianca për Armërinë e Kosovës, ku në platform ka 7 vota, ndërsa në listë ka 8 vota. Edhe në një listë tjetër, ku është publiku pas rinumërimit të votave në qendrën e votimit 271002, shihet që lëvizja vetëvendosje ka dalë me minus 1 vot në listë, ndërsa në platform, ku është përditësimi i fundit me datën 3 mars, rezultant se lëvizja vetëvendosje ka 225 vota. Tashmë që është duke u bërë rinumërimi i votave në komunën e Vushtrisë, të shiqojmë se çka ka ndryshime prej përditësimit të fundit që është bërë me datën 3 të muajit mars. Këtu në letër janë rezultatet që kanë dalë tani gjatë rinumërimit, edhe siç po mundeni me pa, përditësimi i fundit që është bërë në platformën e KQZ-s, shihet ku lëvizja vetëvendosje ka 246 vota, ndërsa në rinumërim i kanë dalë 247 vota. Ndërsa këto parti tjera janë në rregull edhe këtu në platformë, mirë po edhe në procesin e rinumërimit.
deri në këto momente sa ne qëndruam këto, procesi i rinumërimit të votave ka shku në rregull, pra nuk pa ndonjë incident apo diçka të ngjashme.